Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Bashkimi Demokratik për Integrim paralajmëron interpelancë ndaj gjykatësve në kushtetuese në Maqedoninë e Veriut. Duke komentuar nismën për interpelancë ndaj anëtarëve të Këshillit Gjyqësor, deputeti Ilir Hasani njoftoi se nëse vazhdohet kështu, BDI do të parashtrojë interpelancë edhe ndaj gjykatësve në gjykatën kushtetuese. Nëse vazhdoni edhe më tutje me këtë formë shtypjes, do jemi të obliguar të bëjmë interpelancë për të gjithë ata të cilët janë zgjedhur në këtë parlament, edhe ato 365 ditë të vitit. Edhe jo më larg se do fillojmë nga gjykata kushtetuese. Edhe ato shumë shpejt do parashtrojmë interpelancë për gjykatësit e gjykatës kushtetuese të cilët këtu i kemi zgjedhur në këtë dhomë. Duke referuar vendimit që mund të ndikojë në përdorimin e gjuhës shqipe, Hasani tha se kushtetuesja po prek aty ku askush nuk guxon të prek. Ata po e prekin atë që është e paprekshme. Ata po e prekin aty ku kërkush zguxon me prek. Ata po e prekin një marrëveshje 25 vjeçare, e cila është e mediatuar prej ndërkombëtarëve dhe është e garantuar nga ndërkombëtarët. Dhe falë asaj marrëveshje që quhet marrëveshja e Ohrit, ne sot e kemi shtetin tonë. Tha deputeti Ilir Hasani, përfaqësuesi Bashkimit Demokratik për Integrim. Ministri i Shëndetësisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut Arben Taravari deklaroi se nuk do të lidhet kontratë me kompaninë nga Shqipëria që duhet të menaxhonte parkingun e qendrës klinike. Taravari tregoi se janë duke u shqyrtuar dy mundësi për menaxhimin e parkimit. E para është që ndërmarrja publike e parkingu i qytetit të ndërtojë garazhe dy kaçe dhe t'i menaxhojë, dhe e dyta është që ta bëjë shërbimi për çështje të përgjithshme dhe të përbashkëta në qendrën klinike, tha Arben Taravari. Mediat raportuar në javën e kaluar se operatori privat nga Shqipëria është e vetmja kompani që u përgjigj thirrjes për partneritet publik-privat. Nëse e fiton kontratën, do të jetë detyruar të investojë në garazhe shumë kaçe, do duhet të paguajë parkimin me 50 denar në vend të 30 denar për orë dhe në këmbim do të transferojë shtetit 1% nga të ardhurat vjetore. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. NATO garanton praninë afatgjat në Kosovë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte gjatë një vizite zyrtare në Prishtinë në praninë të presidentes Vjosa Osmani deklaroi se dekadat e investimit në paqe e siguri nuk mund të lihen anash dhe se NATO-ja është i gatshëm që t'i përgjigjet çfarëdo sfidë të sigurisë. Në konferencën për shtyp pas takimit me kreun e shtetit në Kosovë, Mark Rutte kërkoi që problemet të zgjidhen me diplomaci në vend të dhunës. Rutte nënvizoi se bashkëpunimi pritet nga të gjithë palët. Dekadat të zgjatura të ndërtimit të paqes nuk mund të lihet anash. Jemi plotësisht të gati për të përgjigjur çfarëdo lloj zhvillimi të sigurisë dhe në këtë kuptim shpresojmë të shohim një bashkëpunim edhe më të thellë midis institucioneve të Kosovës dhe KFOR-it në këtë drejtim. Kjo është shumë e rëndësishme për ne. NATO-ja do të vazhdojë të luajë rolin e vet në mandatin e vet për sigurinë e të gjithëve. Këtë e bëjmë në bashkëvendim të afërt me policinë e Kosovës, si dhe misionin e BE-s për sundim të ligjit në Kosovë, EULEX. Tha Rutte pas takimit me presidenten e Kosovës Vjosa Osmanin në Prishtinë. Presidenti i Kosovës në praninë të sekretarit përgjithshëm të NATO-s deklaroi se për rajonin është e rëndësishme të mos ketë vakum të sigurisë, i cili mund të shfrytëzohet nga ata që nuk e duan paqen dhe stabilitetin. Në konferencën për media Vjosa Osmani tha se synimi i strategjisë për anëtarësimin e Kosovës në NATO nuk është vetëm një interes shtetëror, por dhe një domosdoshmëri strategjike për paqen në rajon dhe kontinentin evropian. Është me rëndësi që ky rajon mos të ketë vakume të sigurisë, sepse siç ka dëshmuar historia, shpesh herë ato vakume janë keq përdorur nga faktorë malign, të cilëve nuk ju intereson paqja, siguria, por vetëm kaosi dhe jo stabiliteti. Pjesë e takimeve me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s ishte dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato përgëzoi Shqipërinë për ecurinë e deri tanishme me hapa të shpejtë dhe të sigurt, duke thënë se ka pasur progres dhe se Bashkimi Evropian e mbështet fuqishëm integrimin e vendit. Në kuadër të Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian, ai ritheksoi mbështetjen e Bashkimit Evropian për të çelur të gjithë kapitujt deri në fund të vitit 2027. Megjithatë, sipas tij, sfidë nuk është hapja e kapitujve, por përmbushja e reformave. Nuk ka më kohë për zvarritje dhe BE është e gatshme të bashkëpunojë dhe me parlamentin për të shtyrë më tej punën. Parlamenti është angazhuar për të rritur transparencën, integritetin dhe aksesin e qytetarëve. Kuvendi luan rol më të përgjegjshëm për të promovuar debatin dhe konsensusin, deklaroi mes të tjerash ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato.
Ministri e Shtetit dhe kryenegociatore e Shqipërisë, Majlinda Dhuka, në Këshillin Kombëtar të Integrimit Evropian pasi bërë një përmbledhje të punës për vitin 2024, nënvizoi përparimet në klimën dhe zhvillimin e biznesit dhe ecurinë drejt tregut të Bashkimit Evropian. Së fundmi është vendosur hapja e zyrës së Parlamentit Evropian në Tiranë, një urë lise dhe një hap i madh përpara në prioritetet e Shqipërisë, një afrim i rëndësishëm i rolit të Shqipërisë në Ballkanin Perëndimor që kontribuon për paqen dhe progresin ndaj familjes europiane, tha me së tjera Zhduka. Ndërsa kryetare e Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian, deputetja e Partisë Demokratike Jorita Tabaku, shpreu shqetësimin për pengesat institucionale dhe politike që kanë bllokuar procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në deklaratë gjatë mbledhjes së Këshillit Kombëtar të Integrimit, Tabaku theksoi se për muaj të tërë ky këshill është penguar të ushtrojë funksionin e tij për shkak të lëvizjeve të mazhorancës për të krijuar komisione paralele, duke dobësuar kështu institucionet demokratike. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.